Olan, çu. Atë ka zonë herë gjumin sallë, ama profa nuk ta ka prish shkor. Unë jam Leoni dhe kjo është eksperienca jam se çfarë gjumit mirë në bëjnë sallë. Në fillim të fakultetit, sidomos 3 muajt e parë menaxhimi jam i kohës, ushtrimet që na japshin, edhe punat që mbret këm mas krysha ligjëratat, janë kon të pamenaxhueshme. Unë si student i ri që isha, gjumin që se bëjsha në shtëpi, e bëjsha në autobus edhe në sallë. A është fundi botës ose ku marrë se tysh pas na flajt me gojë hap? Jo nuk është, se është normale, sidomos për ato muajt e parë që do shkon fakultet. Ajo kon prova ta se që hajde të rremi shoplak, të habis ose Leon, që thuma kumeta unë e ka dhëmë, qa kështë të thonë? Diafragma. Pade? Jo, asa ta nuk kënë konë shqytzus të rastit. Jënë konë shumë mirë kuptus nda një djali të ri që është të punu edhe të shkullu të një të në kohë. Ju që s'keni hi halan fakultet, më një me thonë, e ka gjithë jaj që ti je të punu. Se kanë me të vetë, kolik, kanë me të vetë gjdo orë e gjdo proferi, pse e ke zgjidh këtë drejtim edhe qa punan, apo në najsen. E tash, ju më një me thonë, a i kompenzoj që ti qato minuta që jopë që në gjumë, normal që po. Në sallë, ti gjithmonë kime pas dikon që mban shënime, qoftë edhe për na emër të profës. Ato shënime jo mbarë të one, edhe one nuk mbet qaf mërmas me kur gjë heq. Kolik, nëse të zanë gjumin sallë e ki flok pandrejsh, besëm që nuk është heq big deal. Se është shumë normale, që shetu i pa formulat, veç më dalë para syve e delet që janë të e kalu gardhin. Amo, a duhesh me qenë shfrytzues ndaj kësaj pjese? Asnjëherë. Mos thuj hajde se s'pongohet, po flaj, ose po flaj le të më shet që më ka zonë gjumi, nashta nuk më pyet. Po bash atër ka me të pyet, Nice. Se mendon që ora e tij është unie neglizhuar prej teje. Koleg gjumi dikur tregullohet, vetë se duhet ku me u adoptu. Shimire.